Prej të hadithës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që pejgamberi alaihi salatu wassalam kur ka ardhur dikush misafir e s'ka pas çka mi dhan, është ngushtu shumë. Dëgjoni këtë rast. I ditë për ditë tregon Abu Huraira, erdhi njëri te pejgamberi alaihi salatu wassalam. Edhe ky njeri normal Abu Huraira s'ka kallzuar. S'ka kallzuar as këtë njeri, as atë tjetër që ka prit. Erdhi njëri dhe i tha: "Ja Rasulullah, i këput jam. I këput me gjhudun. Me gjhud është domthon, mu kanë këput këtë takatët për me hangër, s'ka me hangër." I çoi pejgamberi sallallahu disa shërtor të gratë veta. Edhe tha vetë një, si cëllën që ka me hangër. Ka një pite Aisha, meren. Aisha ka thonë, ja Rasulullah, thuni, s'kemi pas ujë. Veç ujë, s'ka kur gjo. Gruja tjetër, nën gra. Veç ujë, s'kemi kur gjo. Unë gushtu shumë për nga mbela lesën. I një kërkoj s'ka. Edhe pasuri s'ka pas. A këj personi bi thot, i këpot jam, ja Rasulullah. I dërmum nga uria. Atare del për nga mbela lesën, edhe i ka pas disa shokët vetë për jensarve, edhe i ka thonë, me ju dhifu hadha e lejlete, rahimahullah. Ka thonë, kush për më mërë që këtë misafir të më ndëroje, Allah e më shiroftë. Shiko, i ka mujtë mi thonë, o burë, na veç u i kena, që ka që, s'kam ma shumë, unë për të ridikurës së ndalë, me që ta së qëtësu me kaqë, ka dalë shokët vetë, ka thonë, apo më mërë me dikush këtë misafir? Kur u bo këtë misafir, këj ka arte, me zamë, ja Rasulullah, s'kam me hangër, me zamë s'ka, që kush për më mërë që këtë misafir? Fa kale rëgjullu minë në ansar, thot Abu Huraira, thani burë për ensarve. Apo, këtu ka nërë e pashquar, një burë, kusho? Ka transmetime Abu Huraira, vetë ka naj. Ka transmetime, ka qeni sahabi, Thabi ibn Qais, ibn Shammas, apo, ka nërë transmetime, nuk o më rëndësi, nuk e dina, thot ibn Hazm Skalani, s'kemi rivajet sakt, kusho që ki njeri. Sepse këti njeri ti ka ndodhi mrekulli e madhe. Thot, erdh edhe e morë dhe tha, unë ja Rasulullah, unë. Thot dhe shkoj shpejt vrap të gruja vetë dhe i tha, ekrimi dajfe Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, të më ndërojsh misafirin e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Më sot ka me të apru një misafir, ky misafir është i pejgamberit sallam, ta kish parasysh, më ndërojsh misafirin e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë gruja vetë, do më thonë, tash nuk pe sprejmë si në gjuhë popullore, po ku për mu e për tyje, s'kam mërë kur gjo pos për vladët, s'kam kur gjo, ka qyshe mërë dini misafir kur, unë s'kam kur gjo. Ka thonë, kena me e pri se i kumë thonë, mësa mune ka me të ndërruhe misafirin, se ka po, mësa mi shqetsum, bjema muja Rasulullah, i ba disa njëzën që mërgjan, ka, a i thot, bema me mu kërrit të kri punën, a i sash, a i baba ki hitës, ka po si dejen, qysh sosët puna, hajde se më nimon Allah, inshallah bismillah të vëkëllë Allah, e sosi puna, po, njani thot, jo, unë s'pa e ditë mirë, shkënë që i ka ndohë të njerit. I ka thonë grezet, mirë. Ka thonë qatë bukë që e ke bo për e vlatë, kimi adhon këtina. Ka thonë, e kur dhjene me hangër, apo, natën, ka thonë, ti banu se i të ndrejq fenerin. Për para kam pas fenera, kur e keshim fenerin, sa po akur gjomë. Apo, e keshim fenerin, sa po akur gjomë. Thot, ti kur të hajna bukë, janë nxjerrat pjesën misafirit, ka thonë neve na jep pjata të zbrasta. Ka thonë ti qohësh kishe pe ndreq edhe e fik. Shikon nderi misafirit? Ka thonë ti qohësh kishe pe ndreq, e të e ndreq dhe bje vaj edhe fik e ketë. Edhe janë bo kishe po hajnë. Ka thonë që mës të shofe misafirit. Edhe kanë hangër qashtu, edhe ka përgadit, i ka shtije fmit me fletë, ajo gruja u ka po kështë që fëmijën, ta shti fëmijën, apo, ajo, ka rëtë transmetimi ka thonë, e shka bojna me fëmijën, më sanena, që ja bushimin e fëmijën, e me fëmijën, ka thonë, hajtë se i bojnë qarja. Njëherë të ndrejona që këtë mësafirin e pejgamberit, alayhi salatu selam, edhe e ka bo që ka thonë buri vetë. Kur janë qunë sabah, këto s'kanë hangër kur gjo, ajo ngo, me ushimin e fëmijëve. Edhe kur janë qunë sabah, mas sabajt, pejgamberi sa mi ka thirë, këtë buri. Ka thonë, ka zëmë që ke bo pram se ka kesh Allahi me tyje. Ka thonë shake bo pram se Allah u qudit me tyje. Shiko, me qesh Zoti Rabbul Alemini, që ka bo ki? Që ka bo? Thot, Allahu Gjelle Gjelalu ka qesh me veprën e juve të dyve, bure gruje. Edhe i ka kalzure, që ka bo? Qështu ja ka bo?
Edhe ka zbrit Allahu xhelala ajet në surën El-Hashr. Apo surën El-Hashr, që ka lexohet në Ashr sabah. Ka thënë Allahu xhelala wa yu'thiruna ala anfusihim. Kapi sahabeve që e lojnë vetën keq, e japin për parsina misafirit. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ata e japin tjetrit për parsi të e pasë vladin und. Allah e ka regjistru këta. Den kiamet lexohet kjo ajet. Wa man yuqa shuhha nafsihi, thot Allahu xhelala, e kush i ruhet kooperacijës egos vet, fa ulaika humul muflihun, çeto i në xhenet. Kujto xheneti e let, ti pa i kallzu Allahu diçka, se unë o Zot që e lash me vlad e me gruje, i lash këtë që e respektova muslimanin, e nderova muslimanin. Vetëm kështu, s'ka mundsi ndryshe. Andaj shiko, tha pejgamberi alayhis salam, dahika Allahu al-layla, Allah i ka kesh pram me çto dy. Apo kjo është domthon nderi që ja kanë bëhe mysafirit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam prej mysafirllokut nuk e ka nda as jo muslimanin. E ka prit mysafirët dhe shkallin. Apo dhe këto ka përmend dietarët, që ka përmend Ibn Qayyim al-Juzeyy, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar al-Asqalani dhe imamat e muslimanëve të mëdhej, se lejohet gostia e shkavit. Lejohet me thirr gosti shkavit. Jo mi dha raki. Ja, as dar, i jep atë çka e ha ti. Apo edhe nuk pranon atë çka e ha ai, nëse është haram. Nëse ai thotë, mos i kam ardhur ti, unë ta bi do, apo jo dar, jo raki. Lejohet. Tregon Ebu Huraira radhiyallahu an, thot erdhi ditë njani deshti me ardh mysafirët e Mesram, ishte kafir. Apo edhe pejgamberi më tha tharmani një dele. Mjelmani një dele. Edhe jam mjelën e pronën çumshit. Edhe më tha, bueno. Jam mjel. Apo çumshti në atë kohë, nga se po përmendën çumshti shpesh, çumshti ka qenë domethënë alternativa e dytë nëse s'ke pas mish. Apo s'ka mish, ja e ki çumshti. Apo nëse bota arabe cilësohet për nga nxehtja dhe thatësia, kështu që ka nevojë njeriu me pas diçka e cila ja shuan etjen, edhe ka diçka ta prej vitaminave dhe ushqimeve. Andaj ka thënë sallallahu alajhi wasallam, uji i Zemzemit është ushqim dhe pije. Edhe ajo për të cilën bëhet dua. Kur ta pish ujin e Zemzemit, Allahu na mundsof me shku në haxh me pi ujin e Zemzemit, e pi ujin e Zemzemit, apo e kije edhe ushqim, edhe të vladit, edhe nëse thu o Allah bismillah për shembull, e kini dua, ta plotson Allahu xhelalu ala. Çiki hoxha që na për përmendna shpesh, Ibn Hajar al-Asqalani. Apo përmendna shpesh, kush e mamen? Çiki ka shpjegon hadithin. Çiki ka shkuar haxh, edhe ka marr ujë Zemzemi tu pi. Dhe ka thonë, o Allah, na ka kallëzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se çiki ujë kur të pijet me dua, çka e pi, plotsohet xhevabi, plotsohet duaja. Ka thonë, o Allah, mundso ma të shpjegoj hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thon dietarët, nuk ka ardhur në dunja shpjegues më i mirë se Ibn Hajar al-Asqalani rahmetullahi alayh, ka qenë prej Egjiptit. Ka jetuar në shekullin e 8 të Hijrit pejgamberit sa. Edhe ja kanë prue këtina misafirit pejgamberit i cili u kon jo musliman, edhe ka pije. Edhe ka thon i ka nëse pejgamberi ka pas ta ditë më thon misafirit merr konsumoj këtu më radh. Edhe i ka pije, ka pi shumë. Ka pi, thuhet 7 herë. 7 herë i ka mush ato enët. Edhe nesrit, kër e ka pat mikpritjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thuhet se ka ardhur sigur me testuar. Ai tash shumë bishkoj ti si shka tashiri çish po sillet me mua. Edhe kur aqun sabah, ka shkuar te Muhamedi ka thënë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ti rasulullah. Mund ndryshe. Ç'ka mund të ndryshe. Edhe pastaj i ka thënë hajde tash edhe një herë me pije. Kur e ka marrë përsëditi, i ka thonë pi, e ka pi një enë, ka thonë pi edhe dytën, ja ka thonë alhamdulillah. Pastaj ka thonë se el mu'minu yashrabu fi ma'an wahidin. Ka thonë besimtari pi me një zor, ndërsa qafiri pi 7 zor. Ti pram, sungish e kurqish. Atash bismillah, kur ja ka thonë dytën me mësam, ka thonë joja. Me efton çoj. Se çka me mësam, dallimin mes natës edhe ditës. Ka kafir apo se ngin gurgjall ata. E fatkeqësisht janë të musliman. Apo ha derisa nuk e di më vetë, apo mos ani jo i ndyram ka thon doktori, sheqerim ka thon doktori,
bolçi e gjallë vallahi. Vallahi bolçi e gjallë. Çka hajna na, e sa pim na, e si ushqehemi na. Si ka mundsi? Andaj tha alayhi salatu wasalam dhe këtë hadith e kanë komentuar shumë prej komenteve. Komenti i parë kanë thënë zorrën e ka trash Shafiri. Komenti i parë, hakikat e ka trash. Kur të bëhet musliman i mbledhët. E dyta prej komenteve kanë thënë është e pshagjishëm. Apo ka merak shumë me hangër. E muslimani nuk e ka merak shumë me hangër. Dhe komenti më i saktë cili është, kanë thënë se muslimani kur ha edhe pi ban bismillah. E kur bëhe bismillah e përjashton as kas do të me hangër me tije. A e shejtani. Apo andaj shiko ki njeri kur akon qafir 7 eni ka pi me qumsht. Kur o bo musliman për mësëm ka thonë hajde pi edhe një. Ka thonë ja faleminderit. Bismillah, alhamdulillah. Andaj prej traditës për nga mësëm ka qenë e para, e ka mikprit edhe atë që ka konë një musliman, e ka ndërrue edhe tjetra prap kur o bo musliman ja ka thonë edhe prap ja ka vazhdue mikprit.